Alba Story prezanton. Përshëndetje. Jam një grua 36 vjeçe. E për dike mund të duket pak e re, po për moshën time kam pas halle sa për 3 jetë. Xhemali është burri im. Është burri mirë e si mungon asgjë, po ka një temet që ma qet shpirtin jashtë. Si jep dot makinës, as me shty e as me marrë kthesen. Sa herë na duhet që të shkojmë qytet, apo na duhet që të shkojmë diku, duhet me u lut tek komshiu, tek Hasani. O Hasan, a na çon deri në qytet? O Hasan, a na pret sa të mbarojmë punë? Të keqen e Hasanit, se ai s'ka thënë kur jo, por u lodha kështu. U lodha me qenë gjithmonë e varun prej tjetër kujt. Një dit, u zjova me një mendje të vetme. Nuk do të pres ma, i thash Xhemalit. Xhem, unë do të regjistrohem në autoshkollë. A i mpaj habiton, po nuk më tha jo. E unë shkova, e u regjistrova. Aty gjeta një instruktor shumë të mirë. Instruktori im quhej Besi. Ishte një 30 e ca vjeç, i shkurtër, me një palë syze dielli që i mbante edhe kur ishte vranësir. E kishte edhe një sjellje që s'ta merrte mendja. Nuk ishte si ata instruktorët e vjetër që të bërtasin tërkohes. Besi ishte i qetë, ndonjëherë edhe i qetë më shumë se ç'duhej. Ditët e para ishin vështira. Unë s'kisha prek kur timon me dorë. Lule, më thoshte ai, timoni nuk është për menda, mos e shtrëngo aq fort, se do e thyesh. E unë që se duroja dot, që të më thoshte tjetër kosh ashtu, shpesh i kthehesha, po si të mos e shtrëngoj, kur kam frikë se me iken makinan nga duart. A i qeshte dhe e kishte një mënyrë të foluni shumë të afërt. Sa herë që unë ndëroja marshin, a i vinte dorën e tij mbi dorën time, gjoja për me më tregu se si ndërohet. Ishte një prekje e lehtë, por nga rrethana se si ishim ne dhe nga mënyra se si unë isha mësuar që askush të mos me prekte as edhe dorën, ajo prekje mbante me undje si kur po ndodhte një tërmet brenda makines son. Kishim ja 2 javë që dilnim në për qytet. Besi kishte filluar që të me bënte ngacmime që nuk ishin të mësimit. Një dit, po ktheheshim nga një poligon jashtë qytetit, e rruga ishte bosh. Ishim vetëm na të 2. Unë po jepja makinës si profesioniste, por kisha një vap të madhe. Ke shije shumë të mirë në veshje, më tha ai papritur, ndërsa po shihnim përpara. Ky stil dhe këto ngjyra të rrobave që veshen ti s'të bën që të jesh fshatare, më thoshte ai. Unë ktheva kryt shpejt e pash në sy. Ishte hera e parë që po me bënte kompliment që s'kishte lidhje me makinën. Fshatarja mbetet fshatare, edhe me vesh pambok, edhe me vesh zhibel, i thoja unë, por e ndjeja që zani me doli ma i ambël se zakonisht dhe po çuditesha edhe me veten. Besi qeshte, ktheu shpinën pak ka unë, e vuni dur të koka, e pastaj me pa. Po ti si e si ato tjerat, ti ke një loj force që se gjen tek çdo grua, më thoshte ai. Në atë moment, emocionet rriteshin gjithnjë më shumë. Besi nuk ishte më ai mësuesi, e unë
nuk po sillesha më si nxënësja. Ishte si një burrë dhe një grua që po kuptonin se ishin apo kishin filluar duke luajtur me zjarrin. Ai gjithmonë merrte hapin I pari, por unë nuk është që s'me pëlqente. Ishte një ditë e shtunë, e kishim ja 2 orë praktik. Sot do të çoj tek një rrugë e qetë për me ushtru pak parkimin, më tha Besi. U futem në përdo rrugë kodrinore, ku asnjë gjë nuk lëvizte dhe ishte shumë qetë. Ishte një pyll, kishte shumë hije dhe ishte qetësi. E Besi më tha, parko këtu, parko te kjo pjesa e shesht. E parkova makinen dhe pastaj s'dija ç'të bëja më, po prisja urdhënin e radhës. Në atë heshtje dëgjohej vetëm cicerima e zogjve. Unë mbështeta tek sedilja, sepse me të vërtet isha e ndjerë edhe pak e lodhur, po në të njëjtën kohë isha aq e gjallë sa s'kisha qenë kurrë. Besi nuk po më mësonte asgjë. Ai po rinte I mbështetur tek dera e tij duke më vështruar. Sytë e tij nuk ishin më tek timoni, por ishin thellësisht tek unë. Ke filluar të më shikosh shumë, I thash unë. Por nuk guxoja ta ktheja kryt ka ai. Nuk po të këshyr ty, më thaj me zë shumë të ulët, gati si për shpëritje. Jam duke parë se sa kohë ka humbur kjo grua, që s'ja ka dal me e marra të që I takon. Mendova se e kishte për lejen e qarkullimit. E çka me takon mu, e pyeta unë, duke kthy kryt nga dal nga ai dhe duke e parë vetëm me bisht e syrit. Ty të takon liri dhe dikush që ti vlerëson duart dhe gjithë qenjen tënde, me tha Besi. Ai u ofrua pak, jo shumë, nuk ishte shumë afër, por ishte mjaft. E në atë makinë, në mes të pyllit, unë e dija që ai po kërkonte diçka, dhe unë për herë të parë në jetën time s'dosha me ik. Si ishte diçka si në telenovela. Nuk pati asgjë aty, dhe s'pati as dashuritë e madhe, por pati vetëm një moment të pafund, një moment ku 2 njerëz të rritun kishin rënë dakord diçka pa folur me fjalë. Kur 2 njerëz ishin të lodhur nga rutina e së përditshme. Besi zgjati dorën e tij dhe filloi të prekte butësisht faqen time. Ishte duke me lëdhatuar faqen aty pranë veshit. E ishte një prekje që mbani me udhrill e tana. Ai nuk kërkoi leje, por as unë nuk e ndalova. Filloi të ofrohej me ngadalë, ndërsa unë, që po mbaja sytë mbyllur, e po e prisja atë çast. Ashtu me sytë mbyllur, ndjeva puthjen e Besit. Ishte puthja e parë, dhe puthte aq mirë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.